Marrëveshja e Shqipërisë me Italinë për njohjen e pensioneve hyri në fuqi ditën e djeshme. Qytetarët shqiptar tani nuk do të kenë nevojë që të paraqiten fizikisht apo të marrin vërtetime shkresore, pasi mund të aplikojnë online në faqen zyrtare që është hapur posaçërisht nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri, por edhe IMSI në Itali. Aplikimet bëhen nëpërmjet Allbania dhe përja aty përcjellet i gjithë dokumentacioni elektronik mes vendeve dhe institucioneve, duke shkurtuar kohën e procedurave dhe kursyer mundimin e qytetarëve. Kreu i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrid Hado, shpjegoi sot në një konferencë për mediat dhe disa nga procedurat dhe manualet udhëzuese për qytetarët, ku përfitojnë si të aplikojnë dhe nëse bëhet apo jo bashkimi i periudhave të pensioneve në dy vende. Në Institutit të Sigurimeve Shoqërore, gjithë infrastruktura, kapacitetet njerëzore dhe shkëmbimit elektronik të dhënave me palën italiane janë gjitha në gati. Madje është bërë dhe një aplikim i parë nga një qytetar shqiptar i cili jeton dhe është rezident në Itali dhe ka bërë aplikim për pension nëpërmjet i Allbanias për pension pleqërie duke hyrë në fuqi marrëveshja, domethënë ajo që quhet bashkimi kontributive, pasi qytetari në Shqipëri ka vetëm 13 vjet e gjysmë vjetësi pune, dhe ndërkohë ka deklaruar edhe vjetësinë e tij të punës në Itali. Atëherë me marrjen e kërkesës nga ana jon, nga ata që quhen zyra ndërlidhëse që është pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, do i dërgohet formulari përkatës kolegëve italian që të sjellin zyrtarisht dhe vjetësinë e punës që ka qytetari në Itali dhe me bashkimin e periudhave qytetari plotson kriteret për pension dhe pastaj do të vazhdohet me lidhjen e pensioneve. Sipas tij, kjo shkurton kohën mjaftueshëm nga momenti i aplikimit deri te pagesa e pensionit. Ai shpjegoi edhe rastet e aplikimit për ata që nuk kanë plotësuar dot vitet e punës, por kanë mbushur moshën dhe kanë punuar në dy vende, Itali dhe Shqipëri. Qytetarët shqiptarë që të gjithë ata, qytetarë shqiptarë, të cilët kanë mbushur moshën për pension, sipas ligjit shqiptar, që është 65 vjeç për burrat dhe 61 vjet e 10 muaj për gratë si vjet, dhe nuk kanë mjaftueshëm vite sigurimi, dhe nuk kanë 15 vjet sigurimi, atëherë duhet të aplikojnë për pension pleqërie në Allbania dhe ne kemi modifikuar edhe kërkesën për pension në Allbania, që është hapur një rubrikë veçantë që kërkohet që nëse ke vite pune në një shtet tjetër. Kjo nuk është vetëm për Italinë, në fakt, është për të gjithë vendet që ne kemi marrë veshje, me 19 vende që kemi marrë veshje, dhe aty do të klikojnë që po kanë dhe vjetësi pune në Itali dhe do japin të dhënat e veta, numrin kodice fiskale ose numrin personal që kanë, me qëllim që ne në bazuar në këto të dhëna që na jep qytetari, do ja kërkojmë Italisë. Nuk është e nevojshme që qytetarët pasi bëjnë aplikimin tek ne të vinë të kërkojnë dokumentacion dorazi ke ne që t'japim, sepse komunikimi bëhet institucion me institucion. Hado dha udhëzime edhe për qytetarët shqiptar që jetojnë në Itali dhe që duan të dalin në pension në Shqipëri për efekt ligji, rrugën se si duhet të veprojnë.